Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut, Siljanovska Davkova, konfirmoi se ka kandidaturën për guvernator të Bankës Popullore, por se publiku do të mësojë emrin pasi propozimi i dërgohet kuvendit. Në garë janë dhe ish ministrat e financave Zoran Stravevski dhe Trajko Slavevski, si dhe guvernatori aktuale Anita Bezhovska. Tre kandidatët kanë prapa vi partijake, por sipas Siljanovskës, kjo nuk duhet jetë pengesë në kryerjen e funksionit të guvernatorit. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski tha se ndërtimi i klinikës së Shtipi, spitalit të Kërçovës, rikonstruksioni i klinikës në Tetov do të fillojnë për çështje javësh. Kjo do të mundsohet me marrëveshjen e rritur me Mbretërinë e Bashkuar. Nuk përjashtohet mundësia edhe për ndërtimin e qendrës klinike në Shkup, ndërsa vonesat dekadëshe për ndërtimin e klinikave të lartë përmendura, kryeministri thotë se janë si pasojë e pushtetit kaluar. Mickovski gjithashtu tha se këtë vit buxheti i fondit shëndetësor është rritur me 18 miliardë denar krahasuar me vitet e krizës së Covidit. Rajoni. Përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas i kujtoi Kosovës dhe Serbisë se dialogu është domosdoshmëri për të dyja vendet për të ecur përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kallas, e cila një ditë më parë ka vizituar Serbinë, viziton Kosovën dhe më pas Maqedoninë e Veriut. Do të angazhohen me qeveritë dhe shoqërinë civile në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Dialogu Beograd-Prishtinë është një domosdoshmëri për të ecur përpara, tani është koha për të riangazhuar, shkruan Kaja Kallas, përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, kërkoi nga kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti të reflektojë dhe ta ndrojë kandidatën për krye parlamentare. Ajo deklaroi se PDK-ja ka qenë e përgjegjshme dhe konstruktive gjatë gjithë kësaj periudhe dhe do të bëjë gjithçka për të zhbllokuar situatën. I bëjmë thirrje deputetit Kurti që të reflektojë, të zhbllokojë situatën në mënyrë që institucionet e Kosovës të konstituohen sa më shpejt. Ne nuk mund të suspendojmë demokracinë për shkak të tekeve të zotit Kurti dhe ambicieve të zonjës Haxhiu. Ministri i Drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu nuk të riqet nga kandidatura për postin e kryetarit të kuvendit. Ajo deklaroi se lëvizja vetëvendosje është e vendosur për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë, duke theksuar se i takon kësaj partie të propozojë kryetarin. Çfarëdo që është bërë nga lëvizja vetëvendosje ne kemi bërë. Ajo kritikoi opozitën për mungesë qëndrimit i qartë se çfarë kërkon nga shumica në pushtet. Plan që të pengohet konstituimi i kuvendit, por mendoj që kjo është një vendim i gabuar, sepse besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës presin nga ne që ta konstituojnë kuvendin dhe ta formojnë. Ishte Albulena Haxhiu, kandidate për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Kundër qëndrimit të opozitës Kosovës është arrestuar dhe ministri i detyrë dhe deputeti i listës Guxo. Faton Peci, përpara seancës së kuvendit të Kosovës, është shprehur se partia e tij ka treguar gatishmëri për dialog dhe partneritet, por ka kritikuar qasjen e opozitës. Ne kemi reflektuar në forma ndryshme dhe kemi treguar që jemi të hapur për me diskutu edhe për opsione, edhe për partneritete, edhe për koalicione. Në anën tjetër ajo që nuk mundet me, ose në rast që çuni reflektim idenë që opozita me zgjedh kandidatin e partisë fituese, atëherë kjo nuk është reflektim, por kjo është tentativë për me ta imponu kandidatin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zhvillimi i parqeve eko-industriale është në thelb të nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në Shqipëri Blendi Gonxhe dhe Javier Suarez, menaxher Këshillimi për Shtetet dhe Ekonomitë e Evropës (NIFC). Ministri Gonxhe tha se projekti pritet të zgjasë deri në vitin 2027 dhe parashikon një buxhet prej 600.000 eurosh. Kjo përfshin dhe përmirësimin e parqeve industriale ekzistuese dhe zhvillimin e parqeve të reja për të promovuar praktikat e qëndrueshme, u shpreh Gonxha. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë tha se këto grupe parqesh industriale mbështesin investime, zhvillimin e ekonomisë dhe të biznesit. Në bazë të ritmit dhe thellësisë së reformave, Shqipëria mund të përfitojë nga pothuajse 1 miliard euro për të ecur përpara, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani nga Zvicra akuzoi Serbinë për shkeljen e të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Në një konferencë për mediat, ajo kërkoi nga Beogradi të respektojë të drejtat e shqiptarëve atje dhe se duhet të bëjë të njëjtin gjë që bën Kosova me komunitetet jo shumicë. Ajo çfarë është duke ndodhur në Serbi ndaj shqiptarëve është spastrim etnik me mjete administrative. Dhe këto e bëjnë duke i larguar nga listat e votuesve, duke i lënë pa nënshtetësi dhe ka edhe shumë shkelje të drejtave të tjera fundamentale, të cilat janë në kundërshtim të plot me detyrimet ndërkombëtare që Serbia i ka marrë nëpërmjet konventave ndërkombëtare. Ajo kujtoi Beogradit se aq të drejta sa kanë pakicat në Kosovë, aq të drejta duhet t'u jepet edhe shqiptarëve në luginën e Preshevës. Reciprociteti i të drejtave natyrisht është diçka që unë kam përkrahur për më shumë se një dekadë,
sepse kjo do të nënkuptonte që aq të drejta sa i jipen pakicave në Kosovë, aq të drejta do duhet i jipeshin edhe shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc. Deklaroi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Bota. Italia shpërson rregullat për personat me origjinë italiane që kërkojnë të pajisen me pasaportë italiane. Sipas ndryshimeve të reja të miratuara nga Parlamenti italian, aplikantët duhet të kenë të paktën një prind ose gjysh që ka qenë qytetar italian në lindje për të përfituar nënshtetësinë. Qeveria tha se ndryshimet synojnë të forcojnë lidhjen midis Italisë dhe qytetarëve jashtë vendit, të parandalojnë abuzimin dhe komercializmin e pasaportave italiane. Sipas të dhënave zyrtare nga fundi i vitit 2014 deri në fund të 2024, numri i qytetarëve italianë që jetojnë jashtë vendit është rritur me 40%, duke arritur nga 4.6 milion në 6.4 milion. Deri në fund të marsit 2025, kur qeveria e kryeministit Giorgia Meloni paraqiti ligjin mbi 60.000 çështje gjyqësore për verifikimin e nënshtetësisë, ishin ende në pritje. Eurodeputetët Kristian-Demokrat, Social-Demokratët, Liberal dhe të gjelbrit i kanë bërë një apel urgjent Komisionit Evropian që të ndalojë plotësisht të gjitha parat nga Brukseli për Hungarinë e kryeministrit Viktor Orban. Në një letër urgjente të nënshkruar bashkërisht nga përfaqësues të disa grupeve parlamentare në Parlamentin Evropian të vënë në dispozicion të arët dë studion në Bruksel, europarlamentarët kërkojnë që të gjitha fondet të BE-s për Hungarinë të tërhiqen përgjithmonë. Sanksionet e mëparshme, siç deklarojnë ata, nuk kanë sjellë rezultate. Kjo është një thirrje e qartë nga Parlamenti Evropian drejtuar Komisionit Evropian për të rritur presionin ndaj Hungarisë. Deputetët duan që më në fund t'ia mbyllin rubinetin qeverisë së Viktor Orbanit, thot Moritz Korner nga Partia Liberale Gjermane. Gjermania blindon krahun lindor të NATO-s. Ushtria gjermane dislokoi në Lituani brigadën e parë të tankeve të 45 me rreth 5000 ushtar. Në ceremoninë e apelit në Vilna do të marrë pjesë dhe kancelari Friedrich Merz. Gjermania do të jetë e gatshme të mbrojë çdo centimetër katror të territorit të NATO-s, theksoi ministri i mbrojtjes socialdemokrati Boris Pistorius në fjalimin e tij të parë në Bundestag pas ndryshimit qeverisë. Lituania po punon për formimin e një trupe tankesh të aftë për veprim, për të cilën ka porositur 44 tanke moderne të tipit Leopard 2 A8 të prodhimit gjerman. Lituania me 3 milion banor ndodhet midis eklavës ruse të Kaliningradit dhe alatës ruse Bielorusisë, në të cilën ndan një kufi prej 680 kilometrash. Dy antarë të stafit ambasadës izraelite, një çift i riu që luan nga afër teksa po largoheshin nga një aktivitet i fokusuar në ndihmën e banorëve të Gazës. Policia akuzoi Elias Rodriguez nga Chicago si të dyshuarin e vetëm, raporton BBC. Oficerët thonë se i dyshuari ka lënë të kuptohet se ka kryer veprën penale dhe ka broritur Palestina e lirë, ndërsa ishte në paraburgim. Presidenti amerikan Donald Trump i ka dënuar vrasje duke postuar në Truth Social se ato padyshim bazoheshin në antisemitizëm. Izraeli forcon masat e sigurisë për misionet diplomatike izraelite në të gjithë botën. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se do të rritet mbrojtja e përfaqësuesve të vendit të tij pas sulmit me armë të ndodhur natën e së mërkurës në Washington, i cili mori jetën 2 punojësve të ambasadës. Zyra e Netanyahut njoftoi se kryeministri izraelit kishte pasur një bisedë me prokuroren e përgjithshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Pam Bondi, për të marrë informacione mbi 2 viktima dhe për të mësuar më shumë rreth të dyshuarit për sulmin. Izraeli lejoi hyrjen e 100 kamionëve me ndihmë humanitare në ripin e Gazës. Në to transportoheshin miell ushqim për fëmijë dhe pajisje mjekësore. Kjo lëvizje vjen një kohë kur Kombet e Bashkuara raportojnë se ndihmat nuk po arrin ende tek njerëzit më të prekur nga kriza. Megjithatë, situata humanitare mbetet kritike. Pas një bllokade 11 javore, popullsia palestineze përballet me mungesa në ushqime dhe ilaçe. Pavarësisht presionit në rritje ndërkombëtar, mijërat tonë ndihma qëndrojnë ende në pritje pranë kufirit, ndërsa shpërndarja e tyre mbetet e vështirë për shkak të pasigurisë. Rreth 25% e popullsisë së Gazës rrezikon të përballet me uri të plotë nëse situata nuk ndryshon shpejt. Britania e Madhe do të nënshkruajë një marrëveshje që ia heq sovranitetin e ishujve Kagos Mauritiusit, ndërkohë që siguron dhe të ardhmen e bazës ushtarake britanike amerikane Diego Garcia në Oqeanin Indian. Marrëveshja, detajet e së cilës u njoftuan për herë të parë në tetor, do t'i lejojnë Britanisë të mbajë kontrollin e bazës ushtarake në Diego Garcia në ishullin më të madh të arkipelagut në Oqeanin Indian, sipas një kontrate qiraje 99 vjeçare. Kryeministri britanik Keir Starmer do të marrë pjesë në një ceremoni virtuale në shkrimin me përfaqësues të qeverisë të Mauritiusit, raportoi Gazeta Telegraph. Në vitin 1965, Britania i shkëputi ishujt Kagos nga Mauritiusi, një ish koloni që u bë pavarur 3 vjet më vonë për të krijuar territorin britanik të Oqeanit Indian. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.